Kujdes, nga e hëna ndalohen monopatinat elektrike, ja çfarë rrezikoni nëse i përdorni. Lëvizja e qytetarëve me monopatina elektrike do të jetë ndaluar nga dita e hënë 13 tetor. Lajmi është bërë i ditur nga Ministrja e Brendshme Albana Koçiu, ndërkohë që drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit ka njoftuar operacion policor duke kërkuar mirëkuptimin e qytetarëve. Kemi marrë një sër ankesash nga qytetarët të rreth rrezikut që monopatinat përfaqësojnë, sidomos për të miturit dhe të moshuarit që lëvizin në rrugë, por edhe vetë përdoruesit. I kam kërkuar Policisë së Shtetit të pezullohet përkohësisht lëvizja e monopatinave elektrike. Të gjithë ata që e shohin monopatinën elektrike si një mënyrë biznesi për dhënien me qira, ta kenë të qartë të mos investojnë. Lejimi pas përfundimit të këtij procesi do të jetë i vlefshëm për përdorim vetjak. Do hartojmë rregullat qarta për të gjithë, do qartësojmë korsit, rrugët nga hapësirat ku monopatinat elektrike mund të përdoren, kriteret e moshës së përdorimit, po ashtu masat mbrojtëse, ndriçimi dhe shpejtësia lejuar, tha Ministrja e Brendshme Albana Koçiu. Nga ana tjetër, drejtori Ilir Proda e cilësoi rrezik imediat përdorimin e monopatinave elektrike. Ne kemi bërë një analizë hollësishme në lidhje me këtë fenomen dhe kemi arritur në përfundimin që përdorimi i këtyre mjeteve po shkakton një rrezik imediat për sigurinë publike. Mjafton të përmendim faktin se vetëm gjatë vitit 2024 janë raportuar 991 rastet raportuara nga urgjencat për aksidentet me këto mjete. Midis tyre rasteve ka pasur edhe fatalitete apo dëmtime shumë të rënda. Për të adresuar këtë problem dhe këtë rrezik që i vjen rendit dhe sigurisë publike dhe përdoruesve të rrugës nga përdorimi i këtyre mjeteve, ne kemi përcaktuar dhe një procedurë standard e bazuar në ligjin për Policinë e Shtetit për të adresuar këtë problem, duke ndëshkuar drejtuesit e këtyre mjeteve dhe përdorimin e këtyre mjeteve në rrugë urbane, duke përfshirë edhe trotuaret, duke arritur deri në bllokimin administrativ të këtyre mjeteve. Duke filluar nga dita e hënë, Policia e Shtetit do të përfshihet në një operacion për ndalimin e qarkullimit të këtyre mjeteve dhe për këtë arsye kërkojmë mirëkuptimin e qytetarëve për këtë proces ta Proda.